Në këtë pjesë të fundit të emisionit, do të flasim për reformën më të fundit në fushën e pasurive të paluajtshme, që shënon një hap të rëndësishëm drejt përafrimit të vlerave të pronave me realitetin e tregut, duke u ardhur në ndihmë qytetarëve me një normë të reduktuar tatimore prej vetëm 5% nga 15% që është ajo aktuale, por do të nisë nga janari 2026. Sikurse e ka theksuar edhe Ministri Malej, prezantimi paralel i nismës së rivlerësimit dhe përcaktimit të metodologjisë së çmimeve të reja të referencës, synon të ofrojë qytetarëve mundësinë për të kryer rivlerësimin me kosto më të ulët, teksa shumë shpejt pritet edhe publikimi i çmimeve të reja për të gjitha qytetet. Por si do të funksionojë e gjitha, si mund të ndikojë tek çmimet e tregut, na duhet mendimi dhe ekspertiza e një eksperti. Prandaj në studio kam Fjordi Subashin, eksperti pasurive të paluajtshme. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Fjordi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Tani kur bëhet fjalë për prona, ne të gjithë jemi të interesuar të dimë ç'po ndodh edhe ku do të shkojnë këto çmime. Dhe do ta ndoja ta nisja pikërisht nga tatimi, nga 15% me 5% për ata që bëjnë rivlerësimin. Cilat pasuri përfitojnë nga ulja e tatimit të rivlerësimit? Atëherë, rivlerësimi është hera e 5 që do përfitohet në janar të 2026, me çfarë burimesh dhe informacioni kemi dhe çfarë është shprehur Ministri i Financave. Ndryshe nga herët e tjera do përfitojnë dhe pronat që janë me legalizim ose nuk janë të pajisur me certifikat pronësie, por janë në proces ndërtimi. Vitet e tjera, herët e tjera të rivlerësimit kanë përfituar vetëm ato që kanë pasur certifikat pronësie. Këtë herë, me sa dim që mund të jetë dhe i fundit, do përfitojnë një grup më i gjerë. Rivlerësimi i fundit mund të jetë ky? Mund të jetë ky. Me çfarë burimesh informacioni kemi? Dhe ndryshe nga sa më herët kanë përfituar vetëm ata që kanë pasur një certifikat pronësie të pronës, mund të përfitojnë dhe ata që janë në fazë ndërtimi. Në fazë ndërtimi dhe në faza edhe në legalizim, prona që janë në procese legalizimesh. Tani besoj që secili pyet çfarë dokumentash duhen për të bërë rivlerësimin me normën 5%. Tani rivlerësimi përfitojnë të gjithë ata që kanë interes, që takojnë një vlerësues pasurisë dhe ndjekin procedurat? Rivlerësimi është një proces që mund të bëhet dhe në rivlerësues privat dhe në shtet. Kryesisht janë proceduar në rivlerësues privat. Çfarë do të thotë rivlerësimi? Atëherë, rivlerësim do të thotë që një klientët që ose kush posedon një pronë, mund të ketë blerë shumë vite më përpara, mund të ketë përfituar shumë vite më përpara, mund të ketë përfituar dhe le të themi vitet e fundit, sepse duke marrë parasysh që këto 5 vitet e fundit vlera e pronës ka ndryshuar dhe është goxha dhe vlera e tregut është rritur, ka goxha diferencë nga çfarë është blerë me çfarë mund të shitet në treg. Kështu që ky boshllik i madh që është i jep mundësinë gjithkujt që me anë të një rivlerësimi me tatimin 5% që do miratohet, ta çojë pronën e tij në vlerën reale të tregut. Dhe ti përshtatet. Dhe ti përshtatet. Kjo do ndihmojë dhe shumë dhe personat, klientët ose familjarët, gjërësisht ato që do duan të blejnë dhe nëpërmjet kreditimit. Pra ajo çfarë presim, Fjordi, është një rregullim i tregut të pronave. Po, formalizimi i tregut në vlerën problematika gjatë këtyre viteve të fundit, që nga rritjet e shumta. Për Tiranën ka pasur dhe ndryshimin e referencës, kurse përsa i përket zonave bregdetare pritet dhe ndryshimi i çmimit të referencës kundrejt vlerës së tregut të pronës. Që është bërë me dje që edhe çmimi i referencës është gati për këto zona dhe do të publikohet shumë shpejt. Po si llogaritet vlera e re pasurisë kur përdoren çmimet e referencës? Se këtë dua të kuptoj. Për llogaritja është nëse në një pronë kemi blerë 100.000 euro dhe sot vlera e tregut të pronës është minimalisht 150.000 euro, gjithmonë diferenca midis 150-ës minus 100.000 euro, që është 50.000 euro, nuk do tatohet më me 15% që u ka pasatuar, po me vlerën 5%. Po, nga ana tjetër, kur vendosen çmimet e referencës, çfarë merret në konsiderat? Se këtë besoj duan të kuptojnë dhe qytetarët, se sot gjithnjë e më shumë në çdo qytet të Shqipërisë çmimet po shtrenjtohen. Nuk ka rëndësi nëse kjo është një banesë
në një pallat të ri apo në një të vjetër, nëse janë brenda të njëjtës zonë, po të shkosh edhe ti pyes është diferenca në vlerë parash do jetë shumë e vogël. Kjo ndikon më shumë te vlera e tregut të pronës se sa te çmimi i referencës. Çmimet e referencës le të themi janë të përcaktuar nga shteti, kurse çmimet e tregut pastaj ndryshojnë në varësi të zonës, në varësi të infrastrukturës, zonat të reja, kryesisht zonat e reja sot janë rritur dhe kanë pas ndryshime në çmim se le të themi 2025 nuk është në disa zona nuk është se ka pasur një rritje shumë të madhe me përqindje të ulta deri diku është stabilizuar, stabilizimi dhe rritja është ka qenë shumë e vogël, kurse zonat e reja, marrësh shembull bulevardin e ri, fushën e aviacionit, Shkozën, pjesën e Unazës Madhe që vazhdon dhe nga Kaza Italia dhe nga Ysberishja, dhe janë zona të reja që kanë pasur një çmim më të ulët dhe me zgjerimin e Unazës Madhe, me infrastrukturën e re, padyshim janë rritur. Marrim shkas që edhe pjesa e lëndës parë është rritur dhe cilësia e ndërtimit gjithashtu është rritur. Lufta në Ukrainë, e cila solli le të themi një rritje të çmimeve të lëndës së parë. Kështu që nuk po themi që nuk është e drejtë kjo rritja që është pësuar në tregun e pasurive të paluajtshme, por që ndoshta mund të jetë edhe pak e fryrë, këtë e mendojmë si qytetarë. Të pastaj shiko, vlerën e pronës kryesisht e përcakton tregu, kërkesa. Kështu që në qoftë se ka kërkesë dhe lëviz patjetër që vetëm kur e mbivlerësojnë vetë pronarët që duan të shesin, aty përbën problem dhe kryesisht ka të bëjë mbivlerësimi me këtë taksën 15% që ato do detyrohen t'i paguanin shtetit kur është në aktuale 15%, në momentin që me rivlerësimin do bëhet 5% nuk do e kenë problem. Dhe ne jemi të vetëdijshëm se sa i lartë ka qenë kërkesa nga të huajt për prona në Shqipëri, sidomos për investime. Ndikon shumë dhe të tregu i huaj. Të gjitha kjo ka ndikuar për shumë e të vjetër. Të gjithë tregu i huaj procedohen nëpërmjet bankave, nëpërmjet pagesave nëpërmjet bankave, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe direkte nga shtetet ku janë, kështu që është shumë ndihmes për pronat për tregun shqiptar që të shkojnë pronat në vlerën reale të tregut. Tani për ta kuptuar, nëse çmimi i tregut është më i ulët se çmimi i referencës, cili merret për bazë për tatimin? Referenca. Referenca. Okej. Nuk besoj që ka sot një pronë që çmimi i tregut është më i ulët se referenca, po absolutisht. Scenarin më optimist. Po absolutisht çdo qytetar është i detyruar nëse çmimi ai preferon ta shesi më poshtë, sepse nuk është edhe detyrimi që mund ta shesi me çmim referencë, mund ta shesi dhe më poshtë, po detyrimin e ka ta paguaj shtetit çmimin minimal të referencës. Por që duke e krahasuar nga tatimi i tanishëm që është 15%, me 5% është një fitim ka shumë frymare. Do japi shumë frymare tregut pasurive të paluajtshme, po jo vetëm qytetarëve, qoftë blerësave ose shitësave, po dhe shtetit, qeverisë, sepse do mbledhi goxha të ardhura. Tani, nga ana tjetër ka edhe një mendim të krijuar tek qytetarët që me ardhjen e janarit dhe me fillimin e rivlerësimit të pasurive do të ketë një rënje të çmimeve. Sa e vërtet është kjo? Shiko, kjo do ndikoj direkte, ashtu si që shpreh dhe më parë, të pronat e mbivlerësuara, sepse një pjesë e madhe e pronave sot janë të mbivlerësuara nga tatimi i pronës. Kështu që ato prona që sot në treg janë të mbivlerësuara do shkojnë në vlerën e tregut real që t'japi mundësinë gjithkujt të blej dhe nëpërmjet kreditimit dhe nëpërmjet financimit personal. Në fakt, pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar, duke marrë parasysh faktin që janë familje të reja, janë me një kredi. Kryesisht janë me një kredi, po jo domosdoshmëri, se sot ndryshe nga shumë vite më para, pjesa e kreditimit është bërë kulturë, në qoftë se ti mund të blesh një apartament me financim personal, mund të blesh dhe dy duke u kredituar edhe i ndan ato të ardhurat, kështu që nuk ka asnjë lloj problemi, tek pjesa likuiditeti është shumë i rëndësishëm sot. Pak më
më vështirë se sa ka qenë më herët. Po. Janë shtrënguar të pjesa e të ardhurave që ka disa rregulla më të forta në pjesën e kreditimit. A ka sjellë një mpirje të tregu fakti që nga janari nis rivlerësimi? Nuk le të themi nëntori, dhjetori, gjithmonë janë muajt që ka... Nuk blen njëri se kanë shpenzime të tjera. Jo, blen. Tregu i pasurive paluajtshme, muajt më të mirë të qarkullimit, le themi, ose të shitblerjeve janë muajt e fund vitit, sepse ndikon dhe shumë tregu i diasporës që vinë në Shqipëri, blejnë, ose vinë me pushime një mujore, shesin ato që kanë. Por kjo nuk mendoj dhe nuk duhet të ndikoj të pjesa e rivlerësimit, se kryesisht pjesa e rivlerësimit do ndikoj me vendasit që i kanë më afat gjatë pjesën e shitjes. Nuk janë shumë të motivuar. Kush janë të motivuar për të shitur tani, le të shesin dhe nuk mendoj që do ndikojt e kjo pjesë. Qëri një pyetje të fundit, çfarë ndodh me atë që ka një pronë dhe nuk bën rivlerësimin e pronës? Asgjë, do të atohet me 15% bas shtatorit me sa informacion kam. Po, se në shtator përfundon edhe procesi. Po, kam përshtypjen që dhe mund të shtyhet, sepse akoma nuk është mbledhur grupi i punës dhe mund të ketë një shtyrje, ndoshta mund të qenë nga fund viti, por kjo mbetet për të parë. Do të thënë aktualisht se sa me një çmim më të qartë. Kjo do ndikojë edhe te pjesa se vitin tjetër do futet te taksa e pronës 2, te pjesa e pronës 3. I kemi ca ndryshime të rëndësishme. Po, do ketë ndryshime tek pjesa e ligjit. Dhe te pjesa e, si që thash, kështu që shteti nuk do përfitoj vetëm nga rivlerësimi, do përfitoj nesër pas nesër dhe nga se sot është diku te 0.5 dhe pritet që mund të ketë një ndryshim të me 0.1 deri në 0.3 pjesa e taksës pronës. Megjithatë, pritet të shohim se ç'ndodh nga janari deri në shtator, sa të gatshëm do jenë gjithë për t'ju drejtuar një vlerësuesi për të bërë pikërisht një vlerësim. Besoj do ketë shumë interes, sidomos për pronat që janë në proces ndërtimi ose në legalizime. Fjorti, unë falenderoj për gjithë informacionin, shumë thjesht, shumë qartë edhe i kuptueshëm për gjithë publikun.